Në vitin 1947, një fermer në Roswell të New Mexico gjeti copa metali të çuditshëm në tokën e tij. Materiali suthyej, nuk digjej dhe reflektonte dritën në mënyrë të panjohur. Ushtria amerikane mbërriti menjëherë. Brenda 24 orësh, lajmet shpërthyen. U kap një disk fluturues. Por pas disa orësh, historia ndryshoi. Ishte vetëm një balon meteorologjike, thanë zyrtarët, dhe dosjet u mbyllën për dekada. Por njerëzit që panë, që prekën dhe që dëgjuan, nuk e harruan kurrë. Dëshmitar që dolën vite më vonë, folën për trupa jo njerëzor. A ishte Roswell fillimi i kontaktit të parë, apo një eksperiment sekret që doli jashtë kontrollit? Në dosjet e dekadave të ardhshme, një fjalë përsëritej shpesh. Objekte ajrore të paidentifikuara. Dhe ndërsa publiku u mësueq me idenë e UFO-ve, në laboratorët e fshehtë, teknologji të reja po lindnin papritmas. Tranzistorët. Fibra optike. Materiale me përqueshmëri të panjohur. Ishte thjesht përparim njerëzor apo diçka e huaj? Në hije, disa njerëz filluan të flisnin për një grup sekret, Majestic 12, shkencëtar dhe oficer që studionin mbeturinat e UFO-ve. Dokumentet që dolën në dritë në vitin 1984 flasin për një projekt kontaktimi, por qeveria mohoi gjithçka. Sot, pas më shumë se 70 vitesh, pyetja mbetet e njëjtë. A ishim vetëm, apo dikush vendosi të na vëzhgojë nga afër, që prej vitit 1947. Pas Roswellit, qeveria amerikane nisi një program të fshehtë. Emri i tij, Projekt Blue Book. Qëllimi zyrtar, të hetoheshim në raportet për UFO-t. Qëllimi i vërtet, askush nuk e dinte. Nga viti 1952 deri në 1969, agent dhe shkencëtar udhëtuan në çdo cep të vendit. Mbi 12.000 raste u regjistruan, shumica u shpjeguan, por 701 mbetën të pashpjegueshme. Në disa prej tyre, pilot ushtarak raportuan objekte që lëviznin më shpejt se çdo avion i njohur, pa motor, pa zhurmë, pa valë nxehtësie, diska që zhdukeshin në një çast. Shumë dëshmitar u tallën, të tjerë u kërcënuan. Por disa dosje mbetën në errësirë dhe nuk u publikuan kurrë. Studiuesit besojnë se disa u transferuan në një program më të errët, Sigma Omega. Dokumentet e deklasifikuara tregojnë komunikata midis oficerëve që flasin për objekte që ndjekin avionit tanë në stërvitje. Në një raport thuhet, objekti përshpejtoi në 6.000 km/h dhe u zhduk nga radari në drejtim të paqësorit. Shkencëtari kryesor i projektit, J. Allen Hynek, filloi skeptik, por përfundoi i bindur se një pjesë e vogël e rasteve ishin të jashtëzakonshme. Ai shpiku termin që përdorim edhe sot,
Close Encounter. Në vitin 1969, projekti Blue Book u mbyll zyrtarisht. Arsyeja zyrtare nuk paraqet kërcënim për sigurinë kombëtare. Por në të njëjtin vit, filluan të shfaqeshin objekte të çuditshme në bazat bërthamore. Disa raporte flasin për sisteme që u fikën vetë. Ish oficerët që dolën në publik dekada më vonë pranuan se Blue Book ishte vetëm maja e icebergut. Programet të tjera vazhduan, por nën emra të tjerë. Dhe disa nga këto objekte nuk janë ndërtuar nga njeri. Sot, shumë nga të dosje janë ende të mbyllura. Por nëse një projekt mbyllet, pse vazhdojnë të shfaqen drita në qiell? Ndoshta Blue Book nuk mbaroi kurrë. Dëshmitarët ushtarak, zërat që nuk mund të heshtnin. Për dekada, qeverit mohuan çdo raport për UFO-t, por dëshmitarët më të besueshëm nuk ishin civil. Ishin pilot ushtarak, radarist dhe komandant, që pan me sytë e tyre diçka që sfidonte çdo logjik. Në vitin 2004, mbi oqeanin paqësor, 2 pilot të marinës amerikane u përballen me një objekt të bardhë, pa krah, që lëvizte si një tik-tak. Ai objekt përshpejtoi nga 0 në 10.000 km/h brenda sekondash. Radarët regjistruan çdo lëvizje. Objekti u zhduk nga ekrani dhe u shfaq saktësisht në pikën e takimit të planifikuar të avionëve. Sikur e dinte ku po shkonin. Ne s'kemi teknologji që mund ta bëj këtë, tha piloti, komander David Fravor. Në Pentagon e konfirmuan videon në 2020-ën. Nuk ishte montazh, as eksperiment. Ishte reale dhe ende e pashpjeguar. Në vite të ndryshme, pilot nga vende të ndryshme raportuan të njëjtën gjë. Objekte që ndalojnë në ajër zhduken dhe shfaqen përsëri diku tjetër. Disa raporte përfshin ndërhyrje në sistemet e avionëve.
bazë bërthamore në Montana, 1967. 10 raketa ndaluan së funksionuari papritmas. Dëshmitarët pan një dritë të bardhë që qëndronte pezull një bazë. Asnjë shpjegim zyrtar nuk u dha. Në intervista të mëvonshme, pilot si Ryan Graves dhe Alex Dietrich folën hapur. Këto nuk janë dronë, as avionet sekrete. Ne po përballemi me diçka që se kuptojmë. Zyrtar të Pentagonit pranuan publikisht ekzistencën e UAP Task Force, një ekip që analizon këto fenomene. Por shumë pyetje mbeten pa përgjigje. Më lejoni t'ju njoh, zoti Nucatelin, për deklaratën e tij. Mirëmëngjes. Faleminderit kryetare Luna, antare e renditjes Kroket dhe antar të Task Force-s, që na dhat mundësinë të dëshmojmë sot. Emri im është Jeffrey Nucateli. Unë jam një ish oficer policie ushtarake me 16 vjet shërbim aktiv në forcën ajrore të SBA-s. Jam këtu sot sepse populli amerikan ka të drejtën dhe përgjegjësinë të dijë të vërtetën rreth fenomeneve ajrore të paidentifikuara UAP. Kjo e vërtet mbetet e fshehur, e klasifikuar dhe e heshtur nga frika, hakmarrja, stigma dhe konfuzioni. Sot jemi këtu për të ndihmuar në thyerjen e kësaj heshtjeje. Midis viteve 2003 dhe 2005, 5 incidente UAP ndodhen në bazën e forcave ajrore Vandenberg, ku ndodhet projekti kombëtar i mbrojtjes nga raketat, një prioritet kryesor i sigurisë kombëtare. Në atë kohë ne po kryenim lëshime të cilësuara nga zyra kombëtare e zbulimit si më të rëndësishmit në 25 vjet. Këto ishin lëshime historike. Këto objekte ishin jetike dhe ato u vizituan vazhdimisht nga UAP-t. Çdo incident u dëshmua nga shumë personel, u dokumentua, u hetua dhe u raportua deri në zinxhirin e komandës. Ne dërguam informacion lart, por nuk morëm udhëzime se si ti trajtonim këto ngjarje. Unë personalisht kam dëshmuar një nga këto ngjarje dhe kam hetuar të tjerat teksa ndodhnin. 6 antarë të tjerë të shërbimit më kanë ofruar informacionin që do të ndaj me ju sot. Inkursionet filluan më 14 tetor 2003, kur kontraktorët e Boeing raportuan një katror të madh të ndezur të kuq duke qëndruar pas zë mbi 2 sajte të mbrojtjes raketore. Pas disa minutash, ai u largua më tej drejt lindjes mbi bazë dhe u zhduk mbi kodrat. Kjo ngjarje, e njohur tani si katrori i kuq i Vandenberg, u përmend nga përfaqësuesja Luna në seancën e parë për këtë temë. Regjistrimet zyrtare të forcave ajrore të kësaj ngjarje janë në posedim nga AAR dhe FBI. Më vonë atë natë, ndërsa isha në detyrë, rojet e sigurisë në një vend kritik të lëshimit raportuan një objekt të ndritshëm dhe të shpejtë mbi oqean. Unë u përgjigja incidentit. Nisi kaos në radio ndërsa objekti u afrua me shpejtësi. Dëgjova miqtë e mi duke bërtitur, po vjen drejt nesh, po vjen tamam drejt nesh, dhe tani është pikërisht këtu. Pak çaste më vonë, i dëgjova të thonë se ishte larguar me shpejtësi dhe ishte zhdukur. Kur mbrita në vend ngjarje, fola me 5 dëshmitar të tronditur që përshkruan një mjet masiv trekëndor, më të madh se një fush futbolli, që qëndroi pas zëm për rreth 45 minuta mbi pikën e kontrollit të hyrjes, përpara se të largohet me shpejtësi të pamundur. Rreth një javë më vonë, një patrull tjetër raportoi një dritë mbi oqean që sillej në mënyrë të çrregulluar. Besuajshim se mund të ishte një avion i panjoftuar. Ata shpallën një emergjencë dhe u përgjigj një forcë reagimi. Para se forcat të mbërrinin, objekti zbriti dhe ose ul ose qëndroi pezull në pistën tonë të fluturimit dhe më pas u ngrit sërish me shpejtësi të pamundur. Dëshmitarët e kësaj ngjarje u kërcënuan dhe u friksuan më pas. Atyre ju tha të heshtin e të mendonin mirë çfarë po raportonin. Pas kësaj gjërat qetësuan deri rreth vitit 2005, kur një patrull tjetër raportoi një mjet masiv trekëndor, më të madh se një C-130 që lundronte pa zë mbi instalimin. Ai e vëzhgoi për disa minuta, u zhvendos drejt perëndimit dhe u zhduk në natë.
Edhe pastaj, unë pata takimin tim personal përsëri në vitin 2005. Isha jashtë detyre, ulur në objarin tim me 2 oficer policie të tjerë, kur vumre atë që fillimisht i dukej si një satelit në orbit, por nuk sillej si satelit. Drita ishte çuditshme. Po pulsonte dhe pastaj filloi të manovronte. Ra në lartësi. Ndonjëherë zhdukej nga pamja dhe rishikoi në një vend tjetër në qiell. Dhe në fund u rishikoi 200 këmbë, ose rreth 60 metra, mbi shtëpinë time. Ishte një sferë drite me diametër 30 këmbë. Unë dhe miqtë e mi e vëzhguam për një moment dhe pastaj u përshpejtua butësisht dhe u ngrit duke u zhdukur mes yjeve. Këto ngjarje më ndryshuan thellësisht jetën time dhe jetën e miqve të mi. Ne shndrojmë në një moment thelbësor në histori. Pyetja nuk është më se nëse këto ngjarje janë reale, por se nëse kemi guximin t'i përballojmë. Udhëheqja e vërtet kërkon vizion, gatishmërinë për t'u përballuar me të panjohurën me transparencë dhe vendosmëri. I kërkoj Kongresit të na ndihmojnë ne popullin të zbatojmë këtë vizion. Ka 3 qëllime. 1. Financimin e kërkimit të pavarur dhe trajtimin e studimit të UAP-ve me të njëjtën seriozitet si çdo fushë tjetër shkencore. 2. T'i jepet fund sekretit dhe mbi klasifikimit. Transparenca është themeli i vërtetës. Pa të, dëshmitarë si ne shkarkohen dhe friksohen. Dhe 3. Të mbrohen dëshmitarët. Shumë heshtin nga frika për karrierën, reputacionin dhe sigurinë e familjeve të tyre. Mbrojni ata dhe ju do të gudhoni të tjerë të bashkohen kësaj kauze. Këto fenomene sfidojnë supozimet tona më të thella për realitetin, vetdijen dhe vendin tonë në univers. Eksplorimi i tyre mund të zhbllokojë zbulime transformuese në teknologji, biologji dhe të kuptimi njerëzor. Le të jetë ky momenti ku Amerika zgjedh guximin përpara frikës, transparencën mbi sekretin dhe progresin mbi stagnimin. Le t'i tregojmë botës se kombi ynë udhëheq jo vetëm përmes forcës, por përmes ndjekjes së patrembur të së vërtetës. Faleminderit. Faleminderit, zoti Nucateli. Nëse këto nuk janë njerëzore, atëherë kujt i përkasin? Dëshmitarët ushtarak janë trajnuar të mos besojnë në pralla. Por kur një pilot thot se pa diçka që sfidon fizikën, ai e di çfarë flet. Dhe kur shumë prej tyre raportojnë të njëjtën gjë, misteri bëhet i pamundur për t'u injoruar. Në pjesën tjetër, do të zbulojmë raportet sekrete të Pentagonit dhe analizat që sugjerojnë se disa prej këtyre objekteve mund të jenë jo nga kjo tokë. Pas viteve të heshtjes, dokumente sekrete filluan të dalin në dritë. Raporte të Pentagonit, të klasifikuara për dekada, përmendin objekte që nuk i përkasin asnjë shteti të njohur. Dosjet e quajtura UAP reports zbuluan diçka shqetësuese, objekte që demonstrojnë teknologji përtej mundësive njerëzore. Një raport i bëndshëm përshkruan materiale të panjohura, të mbledhura pas përplasjes së një objekti në shkretëtirën e Nevadës. Veçanërisht ish zyrtari i inteligjencës amerikane, David Grasht, i cili dëshmoi në Kongresin e SBA-s. Pretendimet qendrore. Baza e kësaj historie është ideja se qeveria amerikane ka mbledhur dhe fshehur pjesë të mbetura të zonës 51, Area 51, një bazë shumë sekrete të forcave ajrore të SBA-s, që historikisht ka qenë objekti teorive konspirative rreth ruajtjes së anijeve aliene të rrëzuara. Zona e provave bërthamore, Nevada Test Site.
kjo zonë ka pasur gjithmonë nivel të lartë sekreti dhe aktivitetesh ushtarake. Programi ATIP, Advanced Aerospace Threat Identification Program, operoi shfrehazi nga 2007 deri në 2012. Me miliona dollar u përdorën për të studiuar anomalitë ajrore, energjitë e çuditshme dhe efektet biologjike tek dëshmitarët, por shumica e raporteve ende mbeten të mbyllura. Disa dokumente flasin për objekte që ndikojnë në gravitetin përreth dhe gjenerojnë fusha elektromagnetike që të aktivizojnë motorët e avionëve. Këto nuk janë thashehemra, janë raportime zyrtare me vulën e Pentagonit. Një dokument tjetër përmend Contact Experiments, teste për të komunikuar me inteligjenca jo njerëzore përmes sinjaleve të energjisë. Raporti përfundon me fjalët "Intelligence does not always originate from human minds". Ish oficer si Luis Elizondo, që drejtoi ATIP-n dha ndorheqjen pasi qeveria refuzoi të publikonte informacionet. Ai deklaroi publikisht: "Ne kemi në duar diçka që nuk është e jona dhe askush nuk po tregon të vërtetën." Në vitin 2021, Komisioni i Inteligjencës së SBA-s pranoi se 143 raste të regjistruara nuk mund të shpjegohen, as teknologjie huaj, as iluzione. Këto janë fenomene reale fizike, një fjali që ndryshoi mënyrën si bota e sheh universin. Në mesin e dosjeve, një raport mbarte kodin Project Sigma. Thuhet se ai përmend kontakte të drejtë për drejta me entitete jo njerëzore në një bazë të fshehur në New Mexico, por çdo faqe e tij u redaktua plotësisht me ngjyrë të zezë. Në pjesën tjetër, do të zbulojmë çfarë ndodhi në bazën ku ndodhi takimi i parë. A ishte kontakt apo paralajmërim? Në fund të viteve 50, qeveria amerikane nisi një program ultra sekret me emrin Project Sigma. Projekti Sigma. Në literaturën dhe diskutimet rreth objekteve të pa identifikuara fluturuese, UFO, UAP, Project Sigma supozohet të ketë qenë një kodemër i fshehtë i qeverisë së SBA-s lidhja e projekteve të mëparshme. Ky projekt shpesh thuhet se i ka pasuar ose ka qenë i lidhur me projektet e vjetra të forcave ajrore që hetonin UFO-t si Project Sign, Project Grudge dhe Project Blue Book, i cili u mbyll zyrtarisht në vitin 1969. Pretendimi kryesor, Project Sigma, sipas kësaj teorie, thuhet se ka qenë përgjegjës për kontaktin e parë të supozuar me qeniet jashtëtoksore ose komunikimin me anijet e tyre pas rrëzimit të supozuar të Roswellit apo incidenteve të tjera. Në këtë narrativ, Sigma përqendroi në përpjekjet për komunikim, ndërsa projekte të tjera si Project Aquarius, një tjetër emër kodi supozuar, merreshin me studimin e teknologjisë dhe qanieve të gjetura. Mungesa e provave zyrtare. Ndryshe nga programi i DARPA-s, nuk ka asnjë dokument zyrtar të deklasifikuar që konfirmon ekzistencën e një Project Sigma të qeverisë amerikane që merret me UFO-t. Ky emër shfaqet pothuajse ekskluzivisht në dokumenta të supozuar të dala në publik pa vërtetim ose në dëshmi të diskutueshme brenda komunitetit të ufologjisë. Zyrtarisht, një projekt komunikimi me inteligjencat huaja, jo njerëzore. Dokumentet e pakta që dolën në dritë flasin për sinjale elektromagnetike të marra nga jashtë orbitës së Tokës, frekuencat panjohura që përsëriteshin çdo 6 orë. Në fillim, menduan se ishin anomali kozmosi, por më vonë, modeli filloi të formonte simbolik të përsëritur, si gjuhë. Në 1959, një ekip i posaçëm u vendos në bazën e Holomanit, New Mexico. Aty, për herë të parë, ndodhi diçka që do të ndryshonte gjithçka. Një objekt fluturues u ul afër pistës dhe komunikimi filloi. Dëshmitarët anonim përshkruajnë se nuk kishte zhurmë, as dritë klasike motori.
Objekti lëshonte vetëm një dridhje magnetike që ndihej në trup. Prej tij dolën 3 silueta të holla të veshura me materiale reflektuese. Për disa minuta u shkëmbyen sinjale të dritës, më pas u dëgjua një tingull i thellë, si puls që rezonon në ajër. Ishte momenti kur komunikimi vizual u kthye në kontakt mendor. Ata as flisnin me zë, por ne i dëgjonim në mendje. Raportet tregojnë se kontakti zgjati 7 minuta. Pas asaj kohe, objekti u ngrit vertikalisht dhe u zhduk në sekonda. Pas incidentit, baza u mbyll për 72 orë. As një regjistrim nuk u publikua. Vetëm një audio i shkurtër mbeti, e njohur si Sigma Transmission. Sinjali përmban një frekuencë që përsëritet në intervalet çuditshme, si kod binar, por me pulset e asimetrike. Shkencëtarët që analizuan më vonë thanë se frekuenca ngjason me aktivitetin elektrik të trurit njerëzor. Disa mendojnë se projekti Sigma ishte kontakti parë paqësor, të tjerët se ishte paralajmërim, sepse pas disa javësh, mbi atmosferën e tokës u regjistrua një anomali magnetike që ndikoi në sistemet e satelitëve. Që atëherë, shumë nga pjesëmarrësit në projekt u zhdukën ose ndryshuan identitet. Asnjë prej tyre nuk foli më publikisht. Vetëm një dokument i braktisur përmend fjalinë: The agreement was made. Observation phase continues. Në pjesën e ardhshme do të zbulojmë çfarë ishte marrëveshja dhe pse pas viteve 60 incidentet UFO u stuan ndjeshëm në mbar botën. Një pyetje mbetet: a na vëzhgojnë ata ende? Në histori, ka takime që ndryshojnë rrjedhën e kohës. Por ka takime që ndryshojnë përkufizimin e realitetit. Viti 1964 ishte një i tillë. Diku në thellësitë e komplekseve ushtarake të Amerikës, larg vëmendjes së opinionit publik, u zhvillua një mbledhje që do të hillte themelet e asaj që sot njihet si projekti Serpo. Përballë tryezës u ul delegacioni njerëzor, i përbërë nga 12 zyrtarë të lartë, ekspert atomik, gjuhtar, inxhinier. Fytyrat e tyre reflektonin peshën e një vendimi të paarritshëm. Këta njerëz nuk po nënshkruanin një traktat paqeje mes kombeve. Ata po hartonin një marrëveshje mos zbulimi ndërgalaktike. Raportet jo zyrtare, të filtruara nga një burim i identifikuar si Anon, tregojnë se bisedimet drejtoheshin rreth një propozimi tronditës, një program shkëmbimi. Në këmbim të teknologjisë së avancuar të alienëve Eben, specie humanoide nga planeti Serpo, Toka do të dërgonte një ekip prej 12 personash në planetin e tyre shtëpiak. Përfaqësuesit e ebenve, që qëndronin në heshtje, ishin një mister biologjik dhe teknologjik. Drita e zbet i linde si silueta misterioze. Një tregues i qartë se ne nuk po shikonim as fytyra as forma njerëzore. Kjo ishte një dinamik, jo një takim.
gjua dhe morali i tyre ishte i panjohur. Marrëveshja detajonte çdo gjë. Protokollet e sigurisë, kushtet e mbijetesës e ekipit njerëzor, dhe mbi të gjitha, kushti i sekretit absolut. Çdo antar i atij takimi, çdo person me nevojë për të ditur në vitet në vijim, duhet të nënshkronte një dokument ligjor që i mohonte atyre të drejtën e zbulimit të informacionit për gjithë jetën. Ky ishte çmimi i diplomacisë kozmike, një marrëveshje e nënshkruar nga njerëzit, por e diktuar nga yjet. Projekti Serpo ishte gati për të nisur. A ja vlen rreziku dhe mbajtja e sekretit për të shmangur një apokalips teknologjik? Apo ndoshta për të ngjitur një të tillë? Kjo mbetet, edhe sot, pyetja qendrore. Në fillim, gjithçka dukej e qetë. Deri në fund të viteve 60, u vëretën rritje të raportimeve për rrëmbime njerëzish, eksperimente dhe drita që ndaleshin mbi qytete. Ishte si të kishte filluar një periudhë e vëzhgimi masiv. Në dosjet sekrete të quajtura Majestic 12, përmendet një program i mbikëqyrjes së këtij bashkëpunimi. Por në vitin 1972, diçka doli jashtë kontrolli. Numri i incidenteve rriti frikën se marrëveshja ishte shkelur. Sipas një raporti të brendshëm, disa prej këtyre vizitorëve nuk respektonin kufijët. Një shkencëtar që punonte në projektin Aquarius shkroi: "Ne nuk i kontrollojmë ata. Ata po na kontrollojnë ne." Më pas filluan zhdukjet e personelit, dosje të djegura dhe komunikime që u ndërprehen papritur. Agjentët që tentuan të flasin publikisht nuk u panë më. Gjurmët e tyre u zhdukën si të mos ekzistuan kurrë. Në fund të viteve 70, raportet Project Blue Book u mbyllën me arsyetimin se asnjë rrezik për sigurinë kombëtare nuk ekziston, por disa dosje të vjetra mbartin një shënim të vetëm në fund. Observation phase complete. Integration begins. Që do të thotë, faza e vëzhgimit përfundoi. Integrimi fillon. Nata ka rënë mbi bazën ajrore. Qielli është i qetë, shumë i qetë. Askush nuk flet, të gjithë ndjejnë një ndjesi që s'mund ta shpjegojnë, sikur diçka po afrohet. Monitorët fillojnë të ndizen vetë. Pajisjet që ishin fikur marrin jetë. Në ekranet e radareve, një sinjal pulson, një formë e panjohur që qëndron pezull pa u lëvizur. Pastaj, në sekondat e ardhshme, drita shfaqet përsëri. Këtë herë, më e madhe, më afër,
më e qartë. Ekipet e terrenit raportojnë, objekti qëndron mbi mal, pa zhurrë, pa flak, pa motor. Oficerët japin urdhrin, mos veproni, mos provokoni. Por është vonë, drita fillon të lëviz vetë. Nuk është një objekt, është diçka që po vëzhgon. Dhe sa po e kuptojmë ne, ajo tashmë e di që e dim. Nëntor, viti 2004. Një bazë ajrore pranë Bregdetit Kalifornisë regjistron lëvizjet pazakonta në qiellin e natës. Radarët kapin një objekt që shfaqet e zhduket në sekonda, pa ndonjë shpjegim teknik. Fillimisht askush nuk reagon. Mendojnë se është një gabim në sistem. Por gabimi përsëritet çdo natë, në të njëjtën orë. Më 17 nëntor, ora 02:37. Një sinjal i fortë kapet mbi oqeanin paqësor. Ekipet e radarëve shohin një formë që qëndron pezull, si një pikë ndritshme ngrirë në ekran. Drita nuk lëviz si avionit tanë. Ajo ndryshon formë. Herë është rrethore, herë trekëndore. Dhe më pas, zhduket pa asnjë gjurmë. Një pilot që patrullonte mbi det raportoi: "Ishte atje, e pash me sytë e mi, por sapo ju afrova, instrumentet u çmendën." Të nesërmen në mëngjes, baza u mbyll. Asnjë komunikim nuk lejohej me jashtë. Pajisjet e radarëve u ndaluan për mirëmbajtje urgjente. Në orët që pasuan, të gjitha regjistrimet e natës u zhdukën nga serverat qendror. Çdo kopje, çdo log, fshirë. Kur teknicienët kërkuan arsyen, u thanë: "Dosjet janë klasifikuar. Mos pyete më shumë." Asnjë dokument zyrtar nuk u gjet më vonë. Këto materiale u quajtën më pas dosjet e humbura. Por jo të gjitha u humbën. Një nga oficerët e natës kishte kopjuar një pjesë të regjistrimeve në një disk të jashtëm. Pamjet tregojnë një dritë që lëviz në heshtje mbi ujë pa asnjë tingull. Kur ai përpiqet i publikojë në internet disa vite më vonë, faqja zhduket brenda minutash. Serverat bllokohen. Llogaritë fshihen. Dhe adresa e-mailit të tij mbyllet për gjithmonë. Disa ditë më vonë, një mesazh anonim shfaqet në një forum të fshehtë. Mesazhi përmbante vetëm një fjali: "Ata nuk janë të ardhur. Ata kanë qenë gjithmonë këtu." Askush nuk e di kush e shkroi, por zëri në audio në bashkangjitur është i njëjtë me zërin e oficerit që zhdukën. Specialistët e zërit
e krahasuan regjistrimin me dosjet e bazës. Përputhje 99.7%. Oficeri nuk u gjet kurrë. Sot, pas më shumë se 20 vitesh, askush nuk pranon në ekzistencën këtyre dosjeve. Por disa fragmente janë ende gjallë në errësirë. Videot shkëtruara, të deformuara, që shfaqen papritur në internet dhe zhduken sërish. Një vërtet që nuk mund të fshihet për jetë, sepse diku, ende po përpiqet ta tregoj. Dhe ndoshta po dëgjon tani.